një emër, bëhet fjalë kësaj radhe për një djalë, është ndrit lumi një gazetar, në Google i del emri që komenton banorët e Kosovës, Big Brother VIP, si të Kosovës, si të Shqipërisë, dhe është ftuar disa herë në Top Albania Radio. Ai ka mbledhur nga puna e tij, nga fama e tij 48.000 ndjekës. Kur i them ndjekës, i referohem Instagramit, pa dalë në platforma të tjera. Vjen një emër tjetër tani. Në Big Brother VIP Kosova, thashë themet nga Prishtina tregojnë që do të jetë Benita Zena. Benita Zena. Ajo më del që është konceptare e një shkolle dansi, City Stars në Prishtinë. Më pas ajo është prezantuar si këngëtare. Ka 80.000 ndjekës. Unë e njoh se e kam përmendur në një nga postimet e mia, sepse ajo është bërë virale për një gjë, për këngën O dentisti im, o sa m'ke kushtu e ti. Jo, nuk është kjo. Ajo deklaroi që dhëmbët, që i kishte të bardha e të mëdha, më kanë kushtuar 14.000 euro. Vajza thot që ka thënë të vërtetën, më shkoi dhe mua inbox, 14 ajo 14, 140. Unë e di që tregu nuk ka as dysheme dhe as tavan. Kështu që mund të besoj çdo lloj gjëje, edhe 1.4 milion euro. Pse jo? Prej diamanti. Por fakti është që Benita Zena është bërë e famshme për dhëmbët e saj. 14.000 dhëmbë. Filluan pastaj të pjestojnë 500 euro dhëmbi, si e bie. 14.000 euro janë 14 dhëmbë. Pjestim për 2, 28 dhëmbë. Goja e njeriut sa dhëmbë ka, prap nga dilni mangut. Megjithatë, ky është një rast shumë i mirë që Benita llogarin e dhëmbëve të gojës së saj dhe çmimin e tyre na e bëi gjatë kohës që është në Big Brother VIP Kosova. Është Shkurta Haxhiu, një tjetër emër i përfolur si pjesëmarrëse në Big Brother VIP Kosova. Është grafiste, humaniste dhe merret me raste të personave me nevoja të veçanta. Respekt për këtë. Kam përshtypjen se një rast i tillë i duhet çdo Big Brotheri apo çdo emisioni televiziv për të dhënë edhe mesazhe njerëzore, sociale përveç zhurmës së showbizit dhe klikimeve të lehta. Ka 3.400 ndjekës Shkurta Haxhiu.